Nuk ka nështë peng më të madh se sa kur nuk e din ku e ki për shembull anëtarin e familjes. Edhe besoj që jo vetëm unë, po te rasti 1600 njerëzve që halasin gjetë prej luftës, është pengu më i madh. Unë jam rrit veç me motrën, edhe me nanën. Nana na ka rrit vet, për shkak se babi është halon në listën e personave që zhdukën prej luftës. Kështu që kemi qenë familje e vogël, e ngushta, por rrethi i gjon ka qenë beg i madh, hallat në Gjakov, Aqt, Tezja në Prishtinë bashkë me Dojën, kështu që familja që kemi nejt begi shumë bashkë, edhe kemi te kalu shumë sfida bashkë. Edhe që jemi marrë nështë ma shumë me tarmën se sa që me çka ka kalu. Nuk isha thonë veç për familjen teme, po në vlerësoj si një virtyt të çmueshëm të këtë familjeve shqiptare që jemi edhe i rrim vetit ngat. Unë një kohë kam qenë edhe në Amerikë, edhe kam udhëtuar edhe në vende të ndryshme të botës. Familjet, prindin nuk e sheh, fëmijë nuk e sheh prindin me muj, takon nështë një herë për Krishtlindje, o diçka që të na nuk bën vaki. Edhe inshallah nuk vjen kur që ajo kohë. Asune nuk vjen, edhe nuk përshot që po vjen për shkak se na hala kemi majt qatë afërsinë brenda familjes. Për shembull, në Amerikë mi thonë dikujna që ti del pin kafe me djalin e hallës ose me burrin e çikës dajës. Për shembull, si në rastin tem, ata nuk e njohin as kush çka e kanë as kush është. Na e kemi qatë afërsinë që besoj që është një vlerë shumë e shtyme, për shkak se edhe problemet i te kalojmë ma lehtë. Kur jemi në kriza, ndihmën e kemi, dora na zgatet, nuk kemi të ftoftë, hajt sa i ka problemet e veta në të mijat. Kur të shohim dikon që e ka ul kryt edhe s'po fol, e vesim çka ki, a mujmë ndihmu diçka. Kështu që unë e vlerësoj që secila familje shqiptare e ka që sen dhe çka që na bën dhe na dallon zotën çka është arsyeja pse i kemi te kalu edhe sfidën e luftës dhe sfidën e represionit 100 vjeçar, jemi bo bashk, kemi pas shumë familje në qytetin e përfshatra. Në Halal Gjakov kemi 4 shtëpia me një bar. Me thonë familjet ka net gati nga tjetër. Jo, nuk është që kom pas nëj andrë dhe nëj synim, për shembull, ose për profesion, ose për mu bo diçka, natyrisht hala mendoj edhe ndroj që njona prej pasnive më të mëdha që mu mi pas njeri është Neta. Një familje e mirë, një familje që nuk ka probleme, që ka harmoni, që nuk shqyrin me ndru anën e rrugës kur të shojnë një tjetrin. Sa në tjera materiale pohën. Pohën edhe shkojnë, shumë shpejt, pohën edhe shkojnë katale. A se ke ndru vetën a i qysha, për shembull? Po, mu më ka vetë i vogël që përdojnë më bojë, këmë thonë përdojnë më bojë pilot. Po, apo të e këmë thonë pilot, jo pse këmë dash shumë pilote, po pse këmë patë që më ka dok interesant si profesion. Nuk ka nështë peng më të madh se sa kur nuk e din ku e ki, për shembull, anëtarin e familjes. Edhe besoj që jo vetëm unë, po te rasti 1600 njerëzve që halasin gjetë prej luftës, është pengu më i madh. Për shembull, për secilin prej neve, natyrisht që e dim që gjallë nuk janë, mosh në mrekulli e madhe me ndodh. Megjithatë, po besoj që lehtësim më të madh se për këto familje kur e din ku e ki vorrën e dikujt nuk ka. Do thonë, ndoshta pse që kjo është nuk ka peng tjetër, peng e materiale nuk e llogariti. Do thonë nuk mirna me sene materiale, nuk ka mas, shme thonë, apetite të mëdhaja, materiale, shtëpia, kirrë, kësi sene. Kështu që besoj që ajo është, tjera s'kam. Unë nanën si kom net edhe si shok, edhe si djalë, edhe si partner, edhe si me kam zaventu pak a shumë. Burrin, për shkak se nana ka qenë shumë e re, te 30-tat kur ka ndodhur rasti. Po e kemi zaventu në farmacën. Nuk zaventu, po e kemi kry tonën.